Përshëndes, nëse do të thoshe që ndërgjegjen mund ta shkatërrosh ose ta rindërtosh vetëm me anë të fjalëve, ju do ta besonit? E di që dikush nga ju jo, por ndiqeni me vëmendje. Ka ndodhur vërtet dhe është një eksperiment i bërë nga CIA. Dëgjojeni me kujdes o njerëz, dëgjojeni sepse është mirë jo vetëm të informohemi, por këto informacione na bëjnë që të rindërtojmë ndërgjegjen. Dëgjojeni me kujdes, kush është rastisht nëse nuk e keni bërë ende, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi prerë bashkë. Aty nga vitet 1960, një profesor, një doktor ishte, dhe njëkohësisht i thoshin profesor, Ewen Cameron, bëri një eksperiment që nuk do t'ja priste kujt mendja rezultatet e këtij eksperimenti. Të gjithë bënin eksperimente në mbar botën, të gjitha shërbimet sekrete me shumë gjëra, për shembull me elektroshok, me injektimet brenda gjakut apo ADN-s, apo ndryshimin e qelizave etj. Kurse Ewen bëri diçka që nuk e kishte bërë asnjë deri në bire nuk i vinte ndërmend askujt të bënte një gjë të tillë. Ai do të ndryshonte ndërgjegjen e të gjithë pacientëve ose më mirë të gjithë atyre që mori për test. Morën një grup njerëzish. Thuhet që morën shumë, morën mbi 100, por disa prej tyre ishin ata që mbijetuan. E dini shumë mirë që eksperimentet qoftë në atë kohë, por që tani njerë është pothuaj e pamundur. Me fjalë sot thuhet që nuk bëhen eksperimente me njerëz. Bëhen ndoshta në fshehtësi, por publikisht jo, sepse dënohen nga ligjet ndërkombëtare. Por dikur i bënin që të gjithë. Dhe çfarë bëri ky tani? Ky mori disa njerëz, sepse nuk ishin vullnetar, askush nuk kërkonte që të shkonte atje. Edhe pse kishin vënë një paket me para, me fjalë kush dëshironte që të shkonte i jepnin kaq x lek, askush nuk shkoi. Dhe çfarë bën këta? Shkonin në për qytete dhe fshatra dhe kapnin njerëz. Të paktën këtë e thon disa konspiracionistë. Dhe i morën, i vendosën në dhoma të ndryshme. Fillimisht i vendosën në 3-4 bashk, pastaj i ndan një nga një, që të kuptonin me një fjalë diferencën kur ishin bashk dhe kur ishin veç. Dhe çfarë bën? U vendosnin atyre fjalë jo vetëm në për magnetofona, por edhe me kufje, ose edhe drejt për drejt. Fjalë që duhet i përsërisnin pafund. Me kujdes. Fjalë që ishin të kombinuara në një formë të caktuar që t'i shkatërronin ndërgjegjen atij njeriu. Për shembull, duke thënë një fjalë, ti më thuaj që nuk e fëmijë, për shembull, dhe ai pacienti ose njeriu përsëriste këtë fjalë, por për një kohë të gjatë, pa fund, derisa i humbiste sensi. Shikoni, do t'ju them diçka. Është një test që e kam bërë para shumë vitesh dhe nuk do ta përsëris më. Mbajini mend këtë, dëgjojeni me kujdes. Në qoftë se ju do të flisni, do ta thoni një fjalë për shembull që nuk e përdorni shpesh, sepse aty ndodh diçka. Një fjalë që ju nuk e përdorni shpesh, thueni këtë fjalë 50 ose 100 herë. Thojeni këtë fjalë. Me një fjalë do t'ishte bukur një fjali që ta përsërisni gjithmonë të njëjtën fjali. Do të shikoni që në fund të këtij testi nuk do të kujtoni më këtë fjalë, pra pas shumë kohësh, por do të keni probleme dhe të rindërtimit të fjalëve në atë moment. E kam provuar, thashë, është një test që kam bërë para shumë vitesh, isha shumë i ri atëherë, dhe kisha lexuar një fakt të tillë, por mendoja se ishte vetëm një shaka. Nuk është shaka, në fakt, më tha një shok, një italian, se isha në Itali në atë kohë, bëhet fjalë për vitin 94-95. Dhe më tha një shok italian që studionte për psikologji, mos e bëj, tha. Mos e bëj sepse të shkatërron trurin, tha, ky është një eksperiment. Dhe aty mu kujtua, pastaj sot që po flasim për këtë, mu kujtua eksperimenti që kishte bërë Ewen. Dhe e përsëris. Bëni kujdes, mos e përsërisni disa herë me fjalë shumë, por disa herë vetëm që të kuptoni me fjalë diferencën që ju kur flisni një fjalë dhe e përsërisni atë shumë herë, i humbet sensi dhe ka diçka që ndodh në trurin tuaj. Pra këtë gjë kishte bërë dhe Ewen me pacientët e tij. Dhe u përsëriste fjalët këtyre nga mëngjesi deri në darkë, pa fund. Ata hanin, qëndronin aty, rrinin të qetë, nuk është se u vendosin si mund t'ja them unë,
gjëra në për ushqime, ose t'i bëni gjilpëra. Absolutisht jo. Vetëm këto fjalë, asgjë tjetër. Sepse ky ishte testi. Projekti quhej Projekti 68. Dhe në momentin që të parët ishin ata që harruan të ecnin. Ishin një burr për shembull harroi që të ecte. Kishte shumë probleme sepse askush nuk e di se çfarë probleme prezantohen në trurin e njeriut. Askush nuk e di. Në fakt, që të gjitha problemet që u prezantuan tek të gjithë këta pacient ose mirë tek këta që u provua testi, të gjithë patën një problem ndryshe nga tjetri. Pra asnjë problem i barabartë, asnjë. Një burr, si thash, harroi që të ecte, nuk ecte më. Por prisin sepse nuk marron me kaq. Sepse ai nuk eci më për tërë jetën dhe vdiq si thuhet pas 6 viteve. Një grua nuk mbante mend të bijën e saj. Thoshte që kjo nuk është vajza ime. Një tjetër nuk mbante mend shtëpinë e tij. Me fjalë, ku kishte lindur, kishte rritur dhe ishte, si shkruhet, njeriu më i lidhur me atë vend, me atë shtëpi dhe nuk kishte lëvizur në asnjë vend. Ishte i vetmi vend që njihte. Dhe ai nuk e mbajti mend absolutisht. Dhe jo vetëm atë kohë, por për gjithmonë. Dhe aty nuk e kuptuan se çfarë ndodh me trurin e njeriut që kur përsëritet një fjalë pafund krijon këto probleme ose këto blackout total të disa sinapseve, kështu quhen, të trurit. Pra duket sikur, sepse truri është bërë me sinjale, është i formuar, me fjalë ka sinjale që lidhen me njëri tjetrin dhe duket sikur disa sinjale shkëputen totalisht. Shkëputen dhe ti nuk mban mend më asgjë. Me fjalë shkëputen në memorien tënde. Disa thonë që shkatërrohet truri, me fjalë shkatërrohet sistemi i komunikimit të trurit, me fjalë i ndërgjegjjes së njeriut. Duhet të dini që ndërgjegja e njeriut e ka bërë që të zhvillohet njeriu. Të eci përpara. Bile ne me këtë ndërgjegjësimi që kemi bërë pikërisht nga informacionet. Në fakt, janë pikërisht informacionet që ndajmë ne këtu, që e rindërtojnë, këtë dhe të u thosha në fund, por me që se erdhëm këtu, e rindërtojnë trurin. Çfarë janë këto që bëjmë ne këtu? Videot që bëjmë ne çdo ditë dhe unë ju falenderit nga thellësia e shpirtit që jemi përherë bashk, nuk bëjnë gjë tjetër, veç se rindërtojnë ndërgjegjen, rindërtojnë memorien, rindërtojnë njeriun, rindërtojnë unin, sepse janë gur ose si quhen matone do thosha, tulla dal nga dal që sepse duhet të dini që memoria e njeriut është si punë e tullave që ti dhe bën murin, dal nga dal vë tulla njëra mbi tjetrën. Dhe po thoshja, këto që flasim ne këtu për ditë janë informacione të dobishme për mendjen tonë dhe për trupin tonë. Dhe këto rindërtojnë jo vetëm memorien, por ndërgjegjësimin tonë. Sepse, si thamë më përpara, triumfi njeriut ka qenë ndërgjegja. Kur ti di se kush je, nga i moment fillon dhe mëson. Dhe pastaj është memoria, që formohet dal nga dal. Dhe kjo është thelbësore. Tani, çfarë bëri Owen, me fjalë Ewen, në këtë kameron, në këtë test? Si përfundim, doli që ne mund të shkatërrojmë ose ta rindërtojmë unin ton, pra ndërgjegjen ton dhe personalitetin ton. Bile ai në këtë eksperiment thuhet nuk janë bërë unë vetëm nuk janë bërë publike, këto janë vetëm gjeta disa gjëra të vogla sepse për ata që nuk e din, këto eksperimente MK Ultra apo projekti 68 dhe tjerë kanë dalë, janë publike, por gjeni vetëm disa copëza të vogla, jo çdo gjë, sepse jo gjithçka mund të vendosin aty. Ka disa eksperimente që unë njoh që nuk mund të thuhen as publikisht, sepse disa kanë ndihmuar, të themi të vërtetën, në zhvillimin e njeriut. Disa kanë qenë makabre, disa njerëz i ndëshkojnë këto eksperimente, por janë pikërisht këto eksperimente që kanë bërë zhvillimin, se si tha dhe një profesor njëherë kohë para disa kohësh kur e dënuan, nëse nuk do të ishin eksperimentet, ju nuk do të ishit gjallë, u tha atyre që ishin në sallë. Dhe po thoshja që është një nga argumentet më të rëndësishme i këtyre videove që ne bëjmë. Pra, ndërgjegjësimi i njeriut, ose rindërtimi ose shkatërrimi i ndërgjegjes së njeriut. Është reale dhe bëhet vetëm me fjalë. Nëse keni vënë re, një killer me anë të fjalëve ti e bën killer atë, me anë të fjalëve ti e bën njeri të mirë, me anë të fjalëve e shndërron në shkencëtar, me anë të fjalëve tjetrin e bën të jetë i gjeni, me anë të fjalëve e bën që ai njeri të jetë
i bukur, sepse ti i thua gjithmonë je i bukur dhe ai ndihet i tillë dhe vazhdon me fjalë që të kuroj bukurinë e tij. Pra çdo gjë që i thua tjetrit ose që ti e merr si informacion, ti, nëse ti i merr këto informacione, ti rindërton ndërgjegjen tënde, rindërton memorien tënde. Nëse ja thua tjetrit, ti rindërton ose shkatërron ndërgjegjen e atij tjetrit. Pra varet i informacioni që ti jep, se sa i rëndësishëm është ai informacion. Nëse do të jetë i mirë, atëherë do të ketë mirësi nga ana tjetër. Dhe edhe ti do të kesh mirësi, ndoshta duket paradoksale, por është si ai efekti i përplasjes së energjisë. Me fjalë, ti çliron energji të mirë, do marrësh energji të mirë. Pra eksperimenti në fjalë ka qenë një nga eksperimentet më të tmerrshme që është bërë, por që unë nuk e kisha harruar këtë dhe më kujtua tani, doja që ta diskutoja me ju për të kuptuar thelbin e këtyre diskutimeve që bëjmë ne këtu për ditë. Ndose ju duken shumë banale, ndonjërit, sepse vëre ndonjëherë që ndonjëri futet, çfarë po na thua ti? Janë informacione, askush nuk është perfekt. Ne shpërndajmë informacione, por pikërisht duke ngacmuar mendimin tuaj, ju dal ngadal përveç se informojeni, por edhe kërkoni. Dhe nga ky moment rindërtoni ndërgjegjen, rindërtoni memorien. Ju çfarë mendimi keni për eksperimentin dhe për këto informacione që ndajmë ne këtu për ditë? Më thoni të paktën një koment. Pres komentet tuaja, ju përqafoj ditë të marë.